Këta edhe tani e bllokojnë. Për shembull, unë kam pa një dosje, se po merrem me dosjet, kam pa një dosje të një kleriku që ne e mbajmë simbol. Po, që kemë bashkëpunëtor. Bashkëpunëtor deri me flet pagesa. Bëhet fjalë vitin 88-89-90. Kam parasysh. Shko kjo pjesa. Pra, domethënë se bota nuk është që bota s'ka hajdut, s'ka spion, ka gjithë ka dhe bota. Por historinë ato e sisin mirë. Patjetër. Nuk mund ta bëjmë ne, kemi bë historinë, unë bëj historinë në funksion tim. Kjo është çip për themelimit të shtetit shqiptar, kështu e kemi bërë. Qartë. Kjo mund të jetë gjëja e marrë që kanë në Shqipëri, fakt si thonë ju që nga koha e themelimit të shtetit shqiptar. Domethënë ne kurrë nuk ne kemi jetuar në një realitet të falsifikuar. Edhe në lidhje me historinë tonë të pluralizmit shqiptar, po edhe me historinë tonë politike këtyre tretë. Dhe me historinë e luftës, edhe me historinë e pavarësisë. Unë personalisht e kam qyt edhe vazhdoj të quaj, kam bërë debate edhe personale me Më fal se nuk e ka që tash do qisit emrin tim edhe do bëhet akmarrje, do bëhet, nuk ndodh më kjo. Po problemi është për një transferencë, ndoshta ne jemi të funit që do ta kërkojmë. Ne kemi shkrimtar, ne kemi profesor, ne kemi politikan, ne kemi njerëz, këto në 30% ne kemi veneruar, ndërkohë ata mund të jenë njerëz që kanë, po nuk unë këtë vjen se janë spion, sikur shtetet kanë bërë dëm, kanë spion, kanë marrë qaf njerëz të tjerë. Pra, kjo se e kam kallëzuar këtë, do prandaj po të kallëzoj. Duhet thënë. Njeriu që ka formuar Partinë Demokratike, Kino Studio. Po. Dhe që ishte në kryesinë e Partisë Demokratike, nuk janë gjitha rasti. Po kështu do dhe me Partinë Demokratike, me Saliu e dim gjithë që doli për zyrave të Xhelil Gjonit. Po, tash ky njeri bashkëpunëtor sigurimi që nga viti 78 në dosjen time dhe në dosjen e Kino Studios del disa vene, që është Mark Topollaj, regjizori Kino Studios. Po them pra që me pseudonimin Fani. Tash ti nuk të rrezon të kjo? Lebetica, shiko, unë po them dhe pra. Pastaj mos them pra klerikun që është një tmerr, por e kam pa, unë s'kam des ta besoj. Sepse ka prej tyre që janë figura që ne i venerojmë, që mund të jenë shkrimtar, aktor, regjizor, ku diun, piktor, nuk e di çfarë mund të jenë, profesor fizike, kimie, që ne i majmë ta për njerëzit që duhet të na japin mend, si po thotë, duhet të na i shërbejnë si pika ndriçuese për elita.